Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që kjo ditë të jetë shumë e mbarë për ju dhe të realizoni me zemër të gjitha ata gjëra që ju I keni planifikuar. Por më duhet të prezantoj jo pa emocion atë çfarë na ka mbledhur sot në një studio. Kur njerëzit mbesin në kujtesën e viteve dhe nuk shuhen me atë ecuri që ata kanë shkruar në jetën e tyre, është një kontribut I veçantë që vlerat e tyre japin dhe materializohen në atë çfarë japin. Shkolla është institucioni që skalit fëmijën I jep atij themelet e udhëtimit të tij në vite, e kur mësuesi që u hap derën nxënësve është gjithmonë pranë tyre duke dhuruar dije por edhe qytetari, atëherë I mbet I nderuar për gjithë jetën. I tillë është mësuesi, drejtuesi I shkollës, një figurë e spikatur e arsimit në Shkodër, Fiqeret Hoxha. Ata që e nderuan janë të lartësuar, sepse e sjellin si shembull në të gjithë ecurinë si një frymëzim për breza. Pikërisht shkolla 9-vjeçare Skënderbej në prag të 7 marsit organizoi një kujtesë nderuese për mësuesin Fiqeret Hoxha. Unë sot I kam ftuar përfaqësues të kësaj shkolle në një bisedë rreth kësaj figure, por edhe dialogut me të sotmen që pikërisht mesazhet e jetës së tij japin. Në studio jam së bashku me drejtoren e shkollës 9-vjeçare Skënderbeg, zonjën Enkela Bërdica. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Drejtësi. Dhe Soela Domnori Muleçka, e cila është psikologe, por siç e shoh është shpeshherë dhe promotor në shumë aktivitete që organizon shkolla. Faleminderit shumë. Mirë se erdhët. Shumë mersi. Është kënaqësi kur vlerat e shkollës transmetohen. Është nderim, por është vlerë edhe për ju që I ngrini ato si një mesazh që duhet marrë në shembullin e kësaj ecurie. Dhe pikërisht ajo veprimtari që ju keni organizuar me gjithë rëndësinë, vëmendjen që I keni dhënë një figure të madhe siç ishte profesor Fiqeret Hoxha, s'është gjë tjetër veç se vendi që ka mësuesi dhe nderimi e respekti për kontributin e tij. Si erdhi kjo veprimtari që ju organizuat? Atëherë, ju falenderoj për ftesën, për më nda me ju. Shumë kënaqësi për mua. Gjithat punë të madhe që u bë për aktivitetin që u zhvillua me 7 mars dedikuar profesor Fiqeret Hoxhës. Shkolla 9-vjeçare Skënderbej daton që nga viti 1913 dhe janë plot 113 vite që ky institucion arsimor I jep dije nxënësve. Bashkëpunon me komunitetin përmes një plejade të tërë arsimtarësh, të cilët secili në llojin e tyre është unik. Janë breza të tërë mësuesish që dhanë me punën e tyre, dhanë dije, vlera qytetare gjithë nxënësve të tij. Dhe në këtë plejadë të tërë arsimtarësh spikat emri I profesor Fiqeret Hoxhës. Andaj kjo na bëri që të gjithë stafi I mësuesve të ngrejmë grupin e punës, në krye të cilit ishte Soela, e cila gjej rastin ta falenderoj që çdo ide që ne kemi, ajo realizon në formën më të mirë të mundshme. Dhe gjithmonë kur ja japim Soelës, ajo gjithmonë din me realizu me sukses. Unë kam një falenderim shumë të madh në emrin tim, stafit drejtues, stafit mësuesave, prindërve të nxënësve, secili dhe bashkëpunimi juaj që bën të mundur një gjë e tillë. Vërtet një klimë mirë bashkëpunimi, bëri që të tilla. Besimi. Do të falenderoj për besimin. Njeriu kur ka besim, i edhe më I përgjegjshëm, më I detyrë. Është një punë e mirë menduar, e mirë organizuar, më shumë se një muaj. Një grup I punës në krye të cilit ishte Soela punoi në shumë drejtime për me realizu një aktivitet që
një aktivitet dinjitos dhe solen. Kemi insert regjia, kemi shumë foto nga ky aktivitet. Besoj se do të shfaqen në ekran. Po? Atëherë, kontributi në vite, në arsye me profesor Fiqeret Hoxhës, na bën të ndiheshim më të përgjegjshëm, më të apasionuar për atë që ne do të shfaqnim. Një rrugtim i tillë për rreth 40 vite dhe 20 vitet e fundit të shkollës Skënderbej tregonte për kontributin e madh, për sfidat që profesori ka dhënë në shkollën tonë, gjatë zhvillimit të punës së tij si mësues dhe si drejtues. Çfarë binte në sy? Binte në sy puna plot pasion si mësues, bashkëpunimi me prindrit, me komunitetin. Ajo bashkëpunimi me kolegët. Çdo gjë që ai donte që ta përjetësonte edhe në librin që ai la shkollës. Pra, çdo gjë që ai bëri për shkollën tonë është edhe libri Fletët e jetës, historiku që ai la shkollës, një vepër unikale, e rëndësishme, një vepër e detajuar. Çdo kush që ka dhënë kontributin në shkollën Skënderbej është i pasqyruar tek libri. Çdo aktivitet, gjithë çmimet që shkolla ka marrë, gjithë konkurset që nxënësit kanë fituar, janë aty të pasqyruar edhe me foto. Janë kujtime të jashtëzakonshme. Besoj se keni ndjesinë ende të një aktiviteti kaq të bukur, por gjithsesi çdo gjë ka të bëjë me një organizim, me një përfshirje njerëzore dhe natyrisht edhe pedagogjike. Besoj se kjo ka qenë diçka nxitse për ju, apo jo? Patjetër që po. Të falenderoj shumë për hapjen. Të falenderoj shumë për vlerësimin e detajuar që mundohesh mi bë gjitha aktiviteteve të jetës kulturore të qytetit Shkodrës. Unë mendoj se asgjë nuk është shtërruese, ju do ta shterroni edhe më shumë me fjalën tuaj. Shumë bukur e tha dhe drejtoresha e shkollës në fakt, por para se të dalim në një produkt kaq vlerësues për vetat të parë, por edhe për personat e tjerë, gjithmonë qëndron një ide, gjithmonë qëndron një njeri që ka pasion dhe ka vizion, që mundohet për me gjetë dhe me identifiku realisht ato detaje që i shërbejnë jo vetëm një shkolle, por gjithë komunitetit. Dhe drejtoresha e shkollës patjetër, edhe pse nuk ka shumë vite në shkollën Skënderbej, që nga momenti i parë që ka ardhur, është mundu për me u lumtu dhe për me pa realisht detajet më të bukura të atij institucioni, në mënyrë që të mundohet të zhvilloj akoma më shumë edhe të japi një drejtim gjithmonë e më të madh për veten e saj, sepse kjo tregon që ka një pasion për punën, pastaj tregon që ka edhe një vizion për stafin që drejton dhe komunitetin. Përderisa nuk kemi një muze të qytetit për arsimin, është shumë bukur që shkollat ta kenë atë kujtesë të vazhdueshme për ecurinë. Drejtoresha tha, është që nga 1913, pra 113 vite rrugtim të kësaj shkolle, shkolla Rusit është quajtur. Po, Rusit dhe Korriku, pastaj Skënderbej. Do të thotë që aty ka një plejadë të madhe arsimtarësh, por mësuesi Fiqeret Hoxha, nëndrejtori i kësaj shkolle, vërtet është një figurë spikator për gjithë ecurinë. Unë kam 16 vite, që punoj si psikologe në shkollën Skënderbej, dhe marr mend si sot, shumë e re nga bankat e shkollës, në një pozicion dhe një profesion që nuk ishte dhe shumë i pozicionuar në qytetin e Shkodrës. Psikologët hynë pak më vonë. Patjetër. Shumë e friksume, në shumë pikë pyetje, çfarë duhet bëjë, si duhet veproj, si duhet sillem. Edhe shumë e rëndësishme mënyra se si të mirëpresin stafin shkollë. Ndoshta atëherë nuk e kam vlerësuar shumë. Tashti. Por sot e vlerësoj jashtëzakonisht shumë. Dhe ndër këto vlerësime patjetër që më mend edhe profesor Fiqeretin, kam punuar për 3 vite me profesorin. Një njeri i cili u mundonte me vlerësu me gjanat më të vogla, të mundshme. Unë e kisha zyrën në katin e parë, dashton, edhe shpesh herë vinte, unë rrija në zyrë pjesën më të madhe në fillim, sepse kisha dhe dyshimet e mia, po dal për te zyrë ç'a duhet bëj, ku duhet shkoj. A duhet shkoj në një klasë, a duhet shkoj flas me drejtoreshën, sepse unë akoma nuk isha dhe shumë informuar se cili është roli dhe pozicioni jam. Profesor Fiqereti vitet tek zyra, trokiste nder, pa arsye, thjesht për me më pyet si je, si lihesh, çfarë po bën.
Dhe unë shpeshherë kisha edhe frikë të përgjigjesha se nuk e disha se cila duhet ishte përgjigjja e saktë që duhet jepsha profesor Fiqeretit. Po për ne këta janë modelet, këta janë frymëzimet dhe janë shembuj. Mundohena që me ndjek edhe gjurmët e tyne edhe rrugët e tyne. 7 marsi ky aktivitet ishte një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për me njohë gjithë komuniteti, vlerat e mësuesit. Ne zgjodhëm përmes janë nëpërmjet kësaj mënyre sepse e dim shumë mirë se cila është dhurata më e bukur për mësuesin. Dhurata më e bukur besoj është mirënjohja. E vërtet. Është vlerësimi jo vetëm për profesor Fiqeretin, por për gjithë mësuesit. Frymëzimi që jep një figurë e tillë. Në arsimin dhe edukimin e brezave të qytetit Shkodrës. Regjia po na transmeton pamje nga video që ju keni realizuar, por që është rrugtimi i profesor Fiqeretit dhe i cili është me sa ju e keni edhe publiku, është farktim i një familje arsimdashëse apo jo? Po, patjetër. Madje në shkollën Skënderbej ai ka qenë edhe nxënës i babait të tij. Fadir Hoxha ishte mësuesi ai që ishte shembulli që mbeti në sytë e tij. Ishte shembulli që ai ndoqi më pas në jetë. Vjen nga një familje intelektuale shkodrane, ku nga 6 fëmijë 5 ishin në fushën e arsimit. Por ndërta spikati sidomos profesor Fiqereti, i cili që në rinin e tij sa po mbaron edhe studimet e larta për histori gjeografi në Tiranë, fillon punën si mësues në fshatra, ku e dallojnë për pasionin, për lidhjen me nxënësit, për orientimin e tyre drejt shkollave të larta ose drejt arsimit profesional, që gjithsesi njëri ta gjente veten aty ku ai është i aftë. Pra dinte të vlerësonte aftësitë dhe prirjet e nxënësve dhe ti frymëzonte që t'i bënin ato realitet. Çdo dhëm për te u bë njohur për ne përmes djalit të tij, Denisit. Ai ishte lidhja e parë që na mundsoi çdo fotografi që shihet aty në video, gjithë urdhër, gjithë vlerësimet që janë dhënë profesorit në vite. Ai punoi duke dhënë me mish dhe me shpirt çdo gjë që ai dinte të bënte. Në fshatrat më të thella, në çdo familje, tek çdo nxënës që ai shihte një dritë për të ardhmen. Prandaj edhe themi mësuesi është model për nxënësit. Mësuesi jeton tek nxënësit e tij, jeton ndër breza. I tillë është edhe profesor Fiqereti dhe kjo duka ditë në aktivitet. Salla u mbush plot. Salla u mbush plot. U mbush plot nga familjarët e tij, nga përfaqësuesit e institucioneve të qarkut dhe vendore. Prefekti i Qarkut, zonja Olta Duta, që unë i falenderoj në kryetarja e bashkisë, drejtoresha zyrës vendore të arsimit, zonja Brisela, Kadia, përfaqësues nga universiteti, nga bota akademike, intelektual të Shkodrës, drejtor, ish drejtor, nxënës, ish nxënës, ish prind, çdo kush që kishte marrë vesh lajmin, derimi më i bukur. Përfaqësues gazetarisë. Pra, atë ditë ishte një aktivitet që la mbresa tek secili për nesh, na mbushi plot emocione secili për nesh. Qetësia në sa duke ndjekur aktivitetin, qetësi solemne, tregonte se sa dinjitoze ishte figura e tij, se si ai kishte lënë një respekt që edhe sot është i gjallë tek njerëzit. Dhe kjo ishte shumë atë ditë, na mbushi gjithëve. Ishim gjithë atë ditë për të, duke festuar një 7 mars të veçantë. Unë po them një detaj krejt vogël që bashkëshortja e profesorit ishte pranë meje dhe më thotë ai kishte shumë dëshirë të festonte 7 marsin, sepse edhe tek shkolla Skënderbej dallohet për realizimin e aktiviteteve. Unë kam lexuar libra dhe ajo gjithmonë aty, duke i mbështetur, duke realizuar, duke bërë aktivitete të ndryshme. Dhe ndërsa po rrinim, bashkëshortja Liria më thotë ai kishte shumë dëshirë të me festu 7 marsin dhe ju po ja festonin sot një 7 mars të paharrueshëm. Po ishte shumë e bukur. Ky është ndërimi për njerëzit. Ky është ndërimi që shumë kënd, pavarësisht sferës ku punon, duhet të jetë pranë njerëzve, se vetëm me këtë japim shembullin dhe mesazhin e frymëzimin e ditëve, brezave që vijnë, brezave të sotëm. Në fakt, gjithë jeta e mësues Fiqeretit ka qenë e mbushur me aktivitete, me veprimtari dhe gjeografia e pasur e lëvizjeve të shkollave ku ka shërby e tregon një marrëdhënie të tillë me nxënës, me koleg. Kemi ende film, ende video për të pa, por ja këtu e kemi në shkolla të ndryshme, ndoshta është në stajk, nuk e di. Dhe kontributi që ka dhënë edhe në fshatrat, në zona të ndryshme, i është atribuar dhe tituj nga presidentat të Shqipërisë, që nga viti 1987, për punën e tij si mësues, për kontributin, për humanizmin që e karakterizonte në fushën e arsimit. Ama në vitin 1992,
në kohën kur ndryshon sistemi, kur kjo figura shoqëria po pësonte ndryshime rendi. Edhe figura mësuesit donte në profilin e profesor një ridimensionim. Dhe vetë profesor Fiqaret Hoxha i dha një dimension të tillë, dimensionin e sakrificës. Në shkollën Dremida ai sakrifikon vetën për të mbrojtur nxënësin. Pse? Sepse ai të tillë e quante misionin e mësuesit. Kalojmë në studio regjia, po. Kalojmë në studio, po. Mësuesi është ai që jo vetëm përçon dije, jo vetëm edukon vlerat dhe dashurisë, qytetarisë tek nxënësit. Mësuesi është ai që sakrifikon veten për nxënësit. Dhe shembulli i tij është unikal. Është një shembull unikal vlerësuar nga presidenti i Shqipërisë me urdhrin e Trimërisë për mbrojtjen e jetës së nxënësit me jetën e tij. Gjatë aktivitetit vetë djali i tij Ndriti, që mbajti edhe një fjalim, na tregoi që atë ditë profesori ishte i smur, por prep nuk najti në shtëpi, për me shku tek nxënësit me qenë pranë tyre. Dhe atë ditë ai pa u menduar dy herë sakrifikon veten për të mbrojtur jetën e nxënësit. Një shembull unikal, një shembull që duhet i përcjellet brezave. Ky është një shembull i rrallë. Ky është mësuesi. Ky është një shembull i rrallë. Ky është një shembull që tregon anën humane të një mësuesi, i cili nuk është thjesht për të dhënë mësim, nuk është thjesht për të dhënë një këshill, por është edhe për të mbrojtur. Është edhe prind. Ai shembull që ka treguar profesor Fiqereti në 92-shin, prandaj e gjurmët nuk shkojnë në 92-shin. Janë tregues të cilësive madhore që ka një mësues i tillë, të sakrifikosh jetën. Ai psoi një dëmtim shumë të madh afër zemrës, dhe megjithatë Zoti dhe ai bekimi që kishte marrë nga zemrat e vogla të nxënësve dhe kolegëve të gjithëve e shpëtuan dhe e u rikthye përsëri. Menjëherë pas kurimit u rikthye në detyrë. Dhe kthye në 2013 në shkollën Skënderbej si nëndrejtor dhe mësuesi histori gjeografisë. Për rreth 2 dekada gjatë leximit të librit më ka bërë shumë përshtypje që ai nuk e ndal asnjëherë punën. Gjithmonë për aktivitete të ndryshme dhe fillon edhe punën për të shkruar historikun e shkollës. Një shkollë 113 vjeçare. E detajuar historiku i kësaj shkolle, me gjithë arritjet, me gjithë sfidat, gjithë emrat janë aty, gjithë nxënësit, gjithë stafet e mësuesve, fotot ilustruese. Fletët e jetës. Kështu e ka titulluar librin e tij, Histori pedagogjike ndër vite, që i kushtohet shkollës Skënderbej. Diçka mbreslanse. Është një thesor për shkollën. Është një iniciativë vetjake. Ti lësh një dhuratë të tillë shkollës që të jetë dëshmi i gjithë punës së brezave. Kjo është pasuri jashtëzakonshme. Dhe Soila solli krejt ndryshe atë ditë, e solli përmes një bisede që faktikisht edhe gjatë punës kemi vazhdimin e inserteve regjia. Me drejtoresha jena mundu për me gjetë sa më shumë materiale. Dhe fati jonë ishte që kishte aq shumë materiale, kishin kanë aq kujdesshëm 3 djemtë për Sër Fiqeretit për me rujt çdo gjallë dhe çdo detaj. Kishte lënë aq shumë miq, aq shumë bashkëpunëtor, dhe kjo gjë na ka lehtësu, akoma më shumë punë dhe na ka dhënë vlerë edhe më shumë. Kuptuam që Bez Bekteshi, gazetar, gjatë periudhës ku për Sër Fiqereti ka punu për librin Fletët e jetës, e ka pas shumë bashkëpunëtor dhe shumë mik të ngushtë. Atë kohë e ka ndihmu tek arkivat për me gjetë materialet historike, siç janë fotot apo emrat e shumë drejtuesve që kanë kontribuar ndër vite që nga hapja e shkollës Skënderbej. Dhe mendoj që a dita kishim të ftuar, po ndoshta një të ftuar pak më special në një bisedë pak më miqësore me Besim, na tregu pak detaje përveç pjesës profesionale. Fiqereti ka një ri që e ka dashur edhe jetën, ka pas pasionet e tija, dhe një ndër pasionet e tija ka kanë edhe hulumtimi dhe për me shënu çdo detaj historik që i përket vlerave të qytetit të Shkodrës. Besi po na thotë gjatë bisedës që ishte kaq shumë i apasionuar sa harronte për me pa orën dhe vazhdote dhe kishte momente që i thosha: "Profesor, ngale pak turin sepse nuk mundesh me kënë efektiv." Dhe do të lollesh, por nuk pranote asnjëherë. Na note ndonjëherë që u nishin për kafe me pushu pak, po gjatë rrugës që shkoshim te kafja, takoshim më shumë njerëz sa mbarote ora pushimi derisa ndryshim te kafja, edhe më thote profesor Fiqi,
Atë jetësh, se nuk kena më kohë, duhet për me vazhdu punën. Dhe gjitha këto janë detaje që tregojnë se sa shumë pasionant ka kanë, jo vetëm si mësues, por edhe si një prend model. Gjatë momenteve që ne po shikonim për gjitha materialet, ishte një album familjar faktikisht spikaste. Mënyra se si e kishin ideu për me rujt kujtimet e bukura, 3 djemtë për Sir Fiqeretit. Mes fletëve të albumit gjithë në një letër, të cilën ja kishte shkruaj biri i ndriti. Unë atë letrën e kam lexuar më shumë se 10 herë. Në shtëpi, para se me bë aktivitetin, dhe ditën e aktivitetit që e lexova aty për aty, prap kisha shumë emocione. Beso ishte shumë emocionuese kur pash edhe sytë e njerëzve që ishin për lotën, jo vetëm familjarëve, por gjithë njerëzve që ishin pranishëm. A ka kënaqësi më të madhe kur fëmijët tuaj shprehin aq krenari dhe të shohin si një illull dhe u rrëfys për jetën tënde. Unë e pash edhe ndritin kur foli mrapa, ishte shumë i emocionum dhe realisht e përjetova dhe unë, është kënaqësi e jashtëzakonshme, ato vlera që ka transmetuar familje dhe ka lënë familje, jena me fat që i ka lënë jo vetëm shkollës tonë, por edhe qytetit Shkodrës. Të flasësh për një figurë të tillë është për te kënaqësisë, është shumë përgjegjësi. Të mundohesh të detajosh shumë çka nga ecuria. Të mundohesh të japësh detaje që janë mbërslënse, që nuk do të harrohen asnjëherë, edhe të lançosh vlera të cilat të bëhen frymëzim për brezat. Unë besoj se të gjitha këto janë rrugtimet e një njeriu që është i paharruar. Patjetër, i paharruar dhe vepra e tij shumë e vlerësuar. Duhet vlerësuar gjithmonë, nuk duhet harruar ajo që thoni ju, por ka marrë vlerësimet e duara nga president, ka 3 tituj nga presidenti i Republikës, ka 2 certifikata mirënjohja qytetit të Shkodrës dhe 1 certifikat dhe nga Fondacioni i Studentave Shqiptar Amerikan në Houston, Texas. Kështu që për gjithë veprën e tij, për studimet e tij, për kontributin e tij në fushën e arsimit. Andaj edhe ky aktiviteti jonë ishte i tillë, ta përjetësonim, ta njihnin të gjithë brezat, jo vetëm brezat me ata që patën fatin ta njihnin dhe të punonin me të, po edhe brezat të mëvonshëm. Është një figurë e shquar shkollës tonë, që mban një vend të rëndësishëm në historikun e saj. Është një model që duhet ndjekur nga gjithë, nga stafi, nga drejtuesat, nga nxënësit, nga prindërit, për njeriu që ai përfaqësonte, për modelin e mësuesit, për modelin e studiuesit. Pra, mësuesi nuk është thjesht ai që hyn klasë mban mësimin dhe shkon në shtëpi. Mësuesi është modeli që nxënësi e shef në sy. Formues karakteresh e keni cilësuar, vlerash. Prandaj gjurmet që ai kalon nuk fshihen, nuk dëshuan kurrë. Dhe shkolla Skënderbej është shumë mirënjohëse për kontributin dhe që ai ka dhënë aty. Mësuesi është ajo figurë i cili shkruan emrin në zemrën e nxënësve, të fëmijëve, dhe mësues Fiqereti i cili e ka filluar karrierën e tij në fshatrat e Matit, për të vijuar më pas në zonën e Dajqit në Shirq, më pas në Juban, në Karm, në Stajk, në shkollën Dremjeda dhe më pas në 20 vitet e fundit. Mendoni se çfarë rrugtimi, mendoni se sa emra nxënësish, mendoni se sa bashkëpunime me kolegë, sa rrugtime të një mësuesi që në ato kohra edhe transporti nuk ka qenë ashtu siç është sot, dhe sakrifica e tjerë. Ndaj mësuesi është një njeri idhull nga njëherë, edhe ai që lë gjurmë të pashlyeshme. Ajo ditë ka pas edhe nxënës Patjetër. në shkollë, të shkollës. Patjetër, ishin disa numra artistik të zgjedhur me shumë kujdes, punuar nga mësuesi i muzikës Vajt Qoko dhe një mësuese Gentiana Gjilbeku që është shumë apasionuar, dhe me numrat e tyre artistik i dhanë ngjallëri dhe ja dedikonin çdo mësuesi urimin për festën e 7 marsit. Më tej mundet me folë ishte shumë e bukur faktikisht edhe kjo kombinimi detajeve, sepse aktiviteti kishte shumë peshë emocionale, nuk ishte thjesht një aktivitet artistik.
Ishte peshë emocionale, edhe unë si psikologe faktikisht fokusohem shumë tek ja, sepse ka atë peshën familjarët, patjetër që janë duke ndërru babën e tyne, por zgjohen shumë momente. Kemi inserte regjia. Malli që ato kanë, unë pash Mesen e për Sir Fiqeretit, që ishte adoleshente, diku 15-16 vjeçe, shumë emocionume. Kisha një moment sa unë iva keq për marrë aktiviteti dhe për qafova, ti thash më su mërzit, por ishte emocione ajo që nuk e lejote ndoshta për me shpreh. Do ikim një ditë, por e rëndësishme është të lajmë një gjurmë dhe një emër të mirë. Patjetër, ndërsa këto pjesë artistike ishin kështu si karamele pak për me kalu nga një gjendje në një gjendje tjetër. Sepse shkolla juaj është një shkollë që organizon shumë veprimtari dhe kur një veprimtari nderuese zëvend dhe ka peshë të madhe, ajo mbetet aty për një kohë shumë të gjatë. Kjo është me shumë rëndësi. Nuk është diçka kalimtare. Ne përpjekemi faktikisht jo vetëm të identifikojmë nxënësit e mirë, sepse ti e the edhe parë, nuk është qëllimi, nuk është vetëm të nxënit edhe mësimdhënia. Qëllimi është që të shohim, të identifikojmë gjitha potencialet që nxënësit kanë. Jo të gjithë fëmijët mund të jenë ekselent në rezultatet akademike, por mund të jenë ekselent në fusha të tjera të artit, të cilat ne mundohena mi promovu në aktivitete të tilla në rang shkollët, por jo vetëm edhe në rang ZVA-jet. Vitet e fundit shkolla është përfaqësuar në shumë aktivitete, performanca që realisht ne jena shumë të kënaqur dhe kjo falë bashkëpunimit dhe grupeve të punës. Një pjesë, sepse ju keni një aktivitet shumë të gjanë, ndërkohë Angela, besoj se jo vetëm figura e mësues Fiqeretit, po ju ka lënë një amanet me këtë libër. Ta shfletoni edhe të gjeni figura të tjera, të cilat unë thash është një plejade tërë mësuesish që secili ka lënë gjurmë të arta në historikun e shkollës Skënderbej. Kthehemi në studio regjia. Përveç fletet e jetës, profesor Fiqereti ka lënë edhe librin Vatër e dijes shkodrane dhe ka lënë dorëshkrimin për libër për gjimnazin 28 nëntori, të cilin nuk ka arrit për me përfundu historikun. Libri i dytë i kushtohet shkollës së Parrucës. Ndërsa dorëshkrim kishte lënë për gjimnazin, sepse na i solli ideali për gjimnazin 28 nëntori që ai kishte vazhdu vetë. Kishte qenë nxënës. Prandaj kontributi i tij është shumë i çmuar, shumë dimensional. Është një kontribut që flet jo vetëm për shkollën tonë, dhe është nder, por për arsimin në Shkodër dhe në Shqipëri. Është një gur themeli në studimet që ai ka lënë. Për sa i përket aktiviteteve që bën shkolla, un kam fatin të jem drejtuese një shkolle me një staf mësuesi shumë të apasionuar, shumë të zot, që unë i falenderoj sot, i falenderoj çdo ditë për modelin që ata janë, për pasionin që ata kanë, për përkushtimin, për mënyrën se si ato mundohen dhe kalojnë çdo vështirësi, se si rrin pranë çdo nxënësi, me aftësi ndryshe, me modele të ndryshme të nxënit, me atë që çdo nxënës është unik në llojin e tij dhe për të nxjerrë më të mirën dhe për ta bërë çdo nxënës të ndërgjegjshëm që vlen për atë që ai është dhe për ta kultivu më shumë atë. Prandaj ndoshta në aktivitete të ndryshme shkolla jon spikat në konkurse të ndryshme që zhvillohen, në aktivitetet sportive, aktivitete që zhvillohen në rang ZVA-jet dhe më gjërë. Kështu që unë kam fatin me stafin e mësuesave që punoj, me përkushtimin që ata që na frymëzojnë edhe ne, me komunitetin e prindve, shumë bashkëpunues. Prandaj unë them, ne kemi yje që i presim çdo ditë dhe mundohemi që secili prej nesh t'i bëjmë ata të vezullojnë sa më mirë. Unë ndjej që pasioni dhe dashuria për punën që ju, edhe për misionin që ju keni, ju bën që t'i blatoni ditët tuaja me shumë dashuri, pavarësisht sfidave, pavarësisht shumë çkaje që nganjëherë nuk ecën si gjithë të tjerët, por shembujt janë shumë frymëzues dhe sidomos tek brezat e vegjël ata ndikojnë shumë. Dhe ndaj unë ju uroj që kjo klimë bashkëpunimi të shërbej gjithmonë për kapërcimin e çdo sfida, të cilat janë të natyrshme në çdo punë, të fitimit të betejave të vogla për të arritur atë finalen më të mirë të mundshme, dhe shembuj të tillë, të cilët ju i keni pranë edhe në përditshmëri, por edhe që kanë lënë gjurmët e tyre të jenë gjithmonë burim frymëzimi, sepse një njeri duhet të di nga vjen, kush është dhe ku do shkojë. Dhe pikërisht këto aktivitete
kjo klim bashkëpunimi, ky frymëzim i përditshëm që t'jep shkolla, kjo dashuri dhe mirënjohje për mësuesit, por edhe për punën e përditshme, s'bën gjë tjetër veç se ndërton themele. Dhe ju e keni në dorë këtë. Ju falenderoj shumë që për bisedën e ngrohtë, për bisedën interesante, për aktivitetin e bëmë me shpirt. Të pa diktum, por që të inicium dhe të frymëzum nga vlerat. Drejtoresha Unë falenderoj shumë për ftesën, për gjithmonë mbështetëse për kolektivin, po e them, për stafin e vet. Edhe Suela një drejtuese që ka e aktiviteteve, që merr një rol shumë të bukur, që ju jep gjallëri, ju jep, e bën në mënyrë më të përsosur të mundur. Çdo gjë që i lidh në dorë së Elës është gjëja e bukur që ju keni në dorë, bashkëpunimi, dhënien e besimit tek secili. Prandaj një gjë bëhet e bukur dhe e mirë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Mbarësi dhe suksese gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit.